Prandaj këtu është një huqje e madhe, nderuar zoti Marremaj, po vjen keq që domosdoshmë që sa vjet qeverisë nuk i... Po, ka me shtu bre, nuk ndërtohet shkolla 4 milionar me investim të komunës për 2 vite. Te i tash ka pas rastin sa të shkollë, ky sa herë që shkon me haru ditën e shkollës, i thot kam ja bon atë shkollë. Une ku të foli edhe baj, edhe çka kum folte sot e kum bë. Kthejnë qëzimin mrapa, që shka fole, vet po fole, vet s'po din çka po. Jo, unë posh të ky uniforme e paraqitje dhe tha në kornizën afatmesme nuk mujmi paraqit për shkak të donacioneve. Kjo nuk është e vërtetë, nuk qëndron sepse edhe pse s'është miratu kjo kornizë, prapë ti duhet mi paraqit planet. Planet janë ato që ti i paraqet, edhe në bazë atyne vinë edhe donacionet edhe të lajmërohen ata njerëz vullnetash, nëse vjen puna te qeveria edhe këto. Prandaj këtu është një huqje e madhe, nderuar zoti Marremaj, po vjen keq që domosdoshmë që sa vjet qeverisë nuk i një lloj gatishmërie me kuptu se çu shkon qeverisja në komunë. Andaj me neve domosdoshmë këto çështje këto do të marrin një karakter zhvillimi shumë të hofshëm dhe unë e thash edhe më herët në shkollën 7 Marsi për 2 vite, vitin 2026-2027 do ta ndërtojmë dhe po ashtu do t'i ndërtojmë edhe shkolla tjera, që është shkolla në Vraniç dhe shkolla në Samadraç. Po ashtu do të investojmë edhe në shkollën në Përbisht, e cila sipas gjitha projeksioneve që ka, ekziston mundësia për shkak të kushteve që nuk i plotëson, mundim të bëjmë edhe një shkollë të re aty në të ardhmen. Domthonë këto janë gjona që të ardhmen do t'i bëjmë. Po ashtu e thash, çerdhe në Suarek, në Blac dhe në ku e përmenda. Faleminderit. Balia, kime shtu diçka? Po, ka me shtu bre, nuk ndërtohet shkolla 4 milionar me investim të komunës për 2 vite. Unë e kam një marrëveshje me ministrinë, jemi në prag, domethënë, marrëveshjes ku janë kanë pjesa ministrisë ka kontrollu shkollën 7 Marsi, bashkëpunim me ta kemi bërë shkollën të 7 Marsi. Nuk bëhet vetëm me buxhet komunës, për arsye se përshëndet që kemi 5.5 milion euro investime kapitale, a një shkollë kushton 4 milionë gjys, domethënë është e pamundshme se do të milion këtë punë, po duhet me gjetë alternativa për me ndërtu shkollën 7 Marsit. Njështu, ka nevojë për aneks në fshatin e Përbisht, pasi që kemi numrin e vogël në ramjet të nxënësave. Njështu kemi nevojë edhe për fshatin Gerikos, pasi që shkolla është ndërtuar vitet 90 me donatorët e fshatit të Gerikos, ata meritojnë një shkollë më të mirë me ndërtu. Kuptohet edhe këto që duhet i pajisëm gjitha shkollat me laboratore, me kabinete, kuptohet që shkon në ngritjen e cilësisë të arsimit. Sa investime kanë më të dashur për mësim gjithditor që e keni planifikuar, nuk është shtime në korniza fatmesme, hiç. Unë e kom cekën pasi që nuk ka kalu, domethënë buxheti na kemi filluar fushat, unë e kom premtuar një shkollë, një pilot projekt, duhet ta provojmë në rand parë, duhet ta marrim lejen nga Ministria e Arsimit. Kornizën. Në rand parë do ta marrim lejen nga Ministria e Arsimit. Në moment që ne Ministria e Arsimit atëherë kemi mundësi me gjetë donatorët edhe me filluar përgatitje se nuk bëhet shkolla për një herë, ajo duhet të punon me 8 orë, edhe duhet të ketë edhe kuzhinë, edhe kushte më të mira pasi që fëmijët duhet të nejtë prej orës 8 në ora 16. Ku kemi marrë pare të ardhë janë për mësim gjithditor? Unë kom specifikuar shumë qartë. Parat janë të komunës, ndame në 2 faza. Pse jo, nëse fusim në kornizën afatmesme, lajmërohet edhe donator nga Ministria, nëse ky thot ka një marrëveshje të tillë, unë e di që nuk ka. Kjo është një diçka që nuk ekziston, por ky po të ka. Qytetarët këto le ta vlerësojnë sepse është mësuar domon me këto shifrat kam s'kam. Te i tash ka pas rastin sa të shkollë ky sa herë që shkon me haru ditën e shkollës, i thot kam ja bon atë shkollë, në fakt unë ka bë që 8 vjet. Që 8 vjet i thot kam ja bë këtë shkollën e re. Kështu që nuk e di tash çka duhet atë tjetër, por ekzistojnë sepse na kemi nda fondin 3 milionë euro për këto dhe mjafton ka 1,5 milionë për 2 vite kjo përfundon. Dhe janë parapone edhe kuzhina, edhe gjitha ka me qenë shkollë model për tërë Kosovën. Faleminderit, replik. Na kemi projekt konkret, detaj që kjo shkollë nuk kryhet pa 4.5 milionë euro, njerë tha 2 milionë euro, tash po thot 2 vjet ka 1,5 milionë, vetëm fjalë. Edhe njerë në Republikën o shkon kornizën, o shkon buxhet këtë vit fillimi i shkollës 7 Marsi, edhe në Përbisht. Kuptona është një ligj fuqi që në marrë mjetet jo vetëm Sorikës, po gjithat komunat të Republikës Kosovës. Duhet me na kuptu çka po them. Une ku të foli edhe baj, edhe çka kum folte sot e kum bë. Nëse ban të lutem e kamerën çto veç pak le ta shet a është 3 milionë apo 2 milionë. Faleminderit Bale, urnardja. Lutem çto se ka thon 2 milionë, 1 milion. Është shënuar 3 milionë. Unë shumë mirë kam shënuar këtu në programin tim. Dhe ti, nëse je ekspert i ndërtimit, ti mund ta vlerësosh, po ekspertat, inxhinierët e kanë vlerësuar që bëhet. Sepse na i kursejmë buxhetin e qytetit. Na nuk i morrim projektet mi pagu ka 3 herë mos mi kry projektet. Na kemi mi kry ato.
Na nuk jemi si ju shkollën po drumit mja hek. Kthej incizimin. Jo, në tërë e kanë morë dhe po drumin këta. Kthej A incizimin dini që për s'ka atë 3 po drum? minuta çka Kthej thoe. po drumin. Kthej incizimin. Kthej incizimin. Janë dënu njerëzit për atë punë. Kthej incizimin mrapa, që shka fole, vetë po fole, vetë s'po din çka po fole. Jo, janë incizimet. Janë incizimet që për tu ato. shka thoa, ç'tash edhe po them. Mbi të gjitha janë shënimet. Mirë që me dokumente shkoj, mirë që me dokumente flas, edhe jam shumë i sigurt. Është mirë të respektohet parimi pa fajësisë deri në vendimin përfundimtar. Ekspert, nuk flas vetë sepse kanë komunës, maje vetin pak.